Projekti gasjellësi TAP do t'i sjellë Shqipërisë një total prej 88.1 milion euro, kjo për shkak të marrëveshjes së rinegocimit. Në firmosin e marrëveshjes, Ministri i Industrisë dhe Energjetikës Damian Gjiknuri tha se përmes kësaj marrëveshje do të ketë dyfishim të fondit të investimeve. Rritja dyfishimi i investimeve në komunitetet lokale, pra nga 7 milion në 14 milion euro, që do të thotë të gjitha komunitetet lokale që përshkon projekti TAP, pra të gjitha bashkit ku kalon ky projekt, do të përfitojnë projekte investime në dobit komunitetit. Drejtori menaxherial i TAP tha se nga kjo marrëveshje përfiton Shqipëria, e cila tashmë është bërë pjesë e një projekti të madh. Projekti TAP është një nga projektet më të rëndësishme për Shqipërinë, pasi sjell këtu një investim prej gati 1.5 miliardë euro. Ky projekt e fut Shqipërinë në listën e vendeve që kanë investime madhore. Nga marrëveshja më parshme me konsorciusin TAP, vendi ynë përfitonte 7.35 milion euro për investimet në komunitet.